Ndërprerja e punimeve në rrugën Qafbuall-Kras për shtrimin me asfalt të saj është shoqëruar edhe me mungesë të mirëmbajtjes. Në trasen e re, e cila ishte hapur për të ushtruar me asfalt, janë krijuar gropa të cilat vështirësojnë qarkullimin e automjeteve. Drejtuesit e këtyre të fundit shprehin se për të paktën 3 muajsh në rrugë jo vetëm që nuk shihen mjete duke punuar, por as punëtor për të mbushur gropat. Sa herë ka reshje shiu, rruga mbushet me ujë dhe kthehet me gropa, pasi nuk ka asnjë që kujdeset për të. Drejtuesit e mjeteve dhe udhëtarët deklarojnë se që kur janë larguar kompani që po punonin, nuk duket më askusht, duke bërë që ky aks të kthehej sërish problematik siç edhe ka qenë më parë. Ata e kanë humbur shpresën se projekti nisur për shtrimin me asfalt do të finalizohet, pasi afati për ta bërë këtë ka kaluar disa herë dhe askush nuk shihet më në kantier për ta finalizuar projektin, siç e ka miratuar dhe financuar autoriteti rrugor shqiptar. Kam pakën për 3 muaj, nuk ka ik firma, e s'ka punëtor më. Di këta që pak rruga është ishte për fajetes, që në të asfaltu, po kropa tani ndrytërmisht, e të prishet dhe më shumë, dive, po. Që të vërteta, të bi gurë, kur bi shi, e prishet të rruga. Rruga cop, pesho, kretë. Rruga në mizi. E kalon mas dërë, jo s'ka punëtor në rrugë, pri 6 muaj. Gjeni rrugës, cop, ka qënë ma mirë se ka qanë. Punëtor rrugë s'ka, rruga gropa, të eshtë rrukush, thash. Legët janë morë, se shoboni sot e di. Ku di gjas, kom paka 2-3 mujë së shoh njërim. O gjelli rrugë e dekë, qa o bo, s'ka punë magi rrugë. Aksi rrugor Qafbuall-Kras nisi rekonstruksionin e tij 2 vite më parë dhe duhej të kishte përfunduar që prilin e vitit të kaluar.